Përshëndetje të gjithëve, mirë se erdhët në emisionin Lemza. Edhe për këtë javë, unë kam përzgjedhur një personazh shumë të dashur. Disa e njohim si fëmijë, disa e njohim si vajzë, e disa të tjerë e njohim besa edhe si djalë. Mirë po, une edhe gjenerata ime e njohim si gjyshe, si një ndër gjyshet më të lezetshme. Zonja dhe zotrinj, kam kënaqësinë që sonte t'ju prezantoj Leze Qenën. Mirë mbroma, Leze, të kapi Lemza. Mirë mbroma, Lemza, masin Lemz jam. Unë me Lemz kam pak një farë problemi. Pse? Se kur kam marrë këtu në teatr, ku kam banu, në atë familje, fleshna me një dhomë me zënë e shpis, me plakën, hallokën. Këtë Prishtina e thirke halloke. Edhe unë flesha me te, një natë më kapi Lemza, s'munalke. Ajo tha, Leze tha, ku shi ka marrë 2 vuatë në furrik të pula? Thash halloke. Unë e kom marrë vo? Tha, s'ka pas kush tjetër. Thash, unë e vo me marrë. Po dhe po, përse u bona të zerë. Thash, ju pilini paret në rshil të ku po flej? E po shkojnë e pi marrë votë. Qashtu ajo një kohë, hiç s'bone zo, diku më tha, hajt flej tash, tha si të nalë. Kush mu nalë? Lemza. Pse? Tha po, unë ndoshta me ta nalë Lemzën e të thash. Thash, ma mirë të më kishë marrë Lemza deri në mëngjes, thash se shkam ki boti mu sonte. E qështu kur përmenet Lemza, unë gjithë më shkon menja të hallokja. Bo, atë kap shpesh Lemza? Ja, s'pëm përmen kërkush. Pse? Thënë, kur të përmen dikush të merë Lemza. Qështë bën Lemza zakonisht? Atë kap shpesh, edhe atë kap shumë kur të kap? Ja. Qështë bën Lemza, Leze? Në këtë emision do të flasim për jetën tënde, prej fëmirisë tënde e deri në ditët të sotme. Leze, na trego si mban mend fëmirin, çka karakterizon fëmirin tënde? E qëre, unë maj me për që kom li, kërë më kënë lullak. Ju keni linë bashkë në kumë kur shkunën plakat, bashkë muajin mars. Po, dhe, që ato dhe vetë, gjithë shkunë asë jem rahatshme. Më ka të regu nana, për para kanë qenë ato luhajat në dhomë, midis dhome, edhe kush ka lëke e luhat ke bebën. Po e në konë 4 ore, qashtu të rashta. Edhe nana të regon që shune, ku me ditë që shë në lullak, jam silë, kom ra poshtë, dhome edhe kom shku të dera. Nana s'ka qenë aty, kërkard me qelë derën unë e kom qajtë. Ajo ka me të pa me nëzje ka qelë derën të më shty mu. Ju keni qenë shumë e lidhur me babën tënë, se sa me nanën. Edhe jeni fëmija i parë në familje, vajza e parë në familje, edhe ja keni lanë kamën e harit se mbas teje ka lindë edhe 4 djema 5 tjerë. 5. Edhe 5 djemë tjerë. Nona ime dhe baba im kanë qenë jetima. E kështu që fëmija i parë ka qenë edhe një vajzë, një motër, më ka dekë. Unë kam qenë e dyta, edhe tash e pyta nonën, tash nonë, a e gëzu kur kom lindë une, apo je mërzit? Jo, mërë, tha, se mërzit, kom thonë pa qle me na fak, edhe një me na fak, se mi ki pru 5 djemas. Më thonë, me zemër më ka thonë pa qle me na fak. Si fëmijin i konë shumë e gjallë, keni pas mu bo baljerin, mas të keni pas mu bo edhe arsimtare fiskulturës, qësh lindi ideja mu bo baljerin? Unë kam qenë e hasretit, 15 vjetë, edhe gjithmonë jem shëqnu me mashkuj, kam lujtë me ta në rrugë, a para lujshin me përsëkache që atë do bogaza ishin, ata konë të nëzid, unë e konë të nëzid. Shka bëshin ata dhe une në për ta u bona sportiste e njoftë, unë akrobate, komandru mu bo balerin. Po, kushtet s'kanë qenë. Kur fare, mandej... E për aktore, a keni menu na i herë që keni mu bo aktore? S'ko menu kur, jo që s'kom dashtë. Po s'kom gudzu me mendu, se për aktore me nësha do të me qenë e bukur e gjaci, alla Sofia Loren. E thëshna, që sa grima. Edhe drejtori i teatrit amatori Prizrenit, Shemsedin Kerejtani, i qoftë Toka Let, e kom dasht edhe për para, ka qenë edhe artist, edhe regjisor, edhe
A më thëke ti je për teatr. Teatri ti vynë fahu jytë. Ti duhet me shku në Prishtinë. Shna i gare babën ti me mua? A dishtë dhe atëherë shka është fahu? Jo më baraz dishtë nga shka është fahu as për aktore. S'ko menu, s'ko më gudzu me mendu. Unë kërë e kryva shkollën e mesme, i shkrova dë lutje i bëna me shku mësuse, diku në fshat me dhënë fiskulturë. Edhe u pranova në zymë. Kër erdha në shpi, zoja shpis ku banëshim, ma dha një letër. Tha shkoku, tha se dy kardë për Prishtine. Kur po qeli, po më thrasin teatër, në provim pranus. Kusht i ke shqut dokumentat për e ditë ti në teatër? Unë tash dikush po tallet me mu, shkova drejt në teatrin amator, thash a po tallet dikush me mu këtua. Ta kështu, jo, marët pas kanë thirë në provim. A mora vesh i shimë, sa e kështë të shkru vetë. Në emnin tim e kështë të shkru a i lutjen. Nej se shkova unë në shpi. Nona, ma boni kiamet, sa rruga për Prizrenit në Prishtinë mu duk 100 vjetë. Se shka tha nona? Nona tha, ku për dënë me shku? Thash, Prishtinë teatër. Ma mirë thash ko bënu pevaçicën kafe. Shtu që baba së më ka ndalë, kur s'ma ka prish. Tha, shko që ka heme veç metë në kry. E kur erdhe në teatër, qështë pretën aktor tjera, aktor të ri? Me ko një lidhë mas shumë të në atë ko? Aktorët. Gjevati më ka pritë, s'ka pritë se ka di që po vi. A i ti ka shti dy kompë me një këfuca? Po veç kur më ka po. A i t'kish njoftë ma herët Gjevati, ku t'ka po për herë të pare, a din? Gjevati më ka po një 4 muj për asë më ardhën në teatër. Po nuk t'ka po fizikisht? Në Prizren, në fotografi. Edhe ka qenë me një kolegë të veti me Bajram Pakashticën, edhe ka thonë, qërë Bajram që kjo ka me qenë gruja ime. A je mërë të normal, asë din kush është, une që shtu po të thëmë. A je ka parandi po gëtë që ka thonë. Edhe a i tash, ma ka pëke dorën se dashnori, edhe më thëke, qka do që të nevojitet drejtë mu, kërkuj tjetër. Thash që kjo pas ka menën. E kur ju shku të Gjevati për herë të parë, atë kujtojtë qështë kam pritë? Kur kam shkut për herë të parë të Gjevati, unë e pasullin se kom shtingoj korë. Kur që të kenona pasull, unë e rrallë rishna në shpi, ose shkishna të halla, ose së unë shanë sofër ku kish pasull. Po, kur shkova të Gjevati sefte, ajo nëna Gjevati t'i shkon t'u e qu sofrën. A i thot, qka ki pas për drek? Tha, pasull. Ku nina kona shumë, shka e kona që sa i qike, pasullin kërkuj si akona. Si që ka qilu aja, ta për këthej. Ma qiti, unë e këshisha Gjevati, na isëm këqirke heq, këqirke dika tjetër. E unë ngra një 2-3 lugë me zërë, po si shko një kesh, po me një fmi s'pa e kërku kur s'makona që shtot njeri. Nej, sa jo, thash jo, ko mongër, veç sa me e kërku. Si a mund? Po. Pështu, kur, nej, se e qoj ajo sofrën, këj tha Gjevati. Kjo kur njët s'ka ongër pasullësis, të tha që ta që ka kërku. Tha të qyshik, mi a boqikës ashtu s'po t'je marrë për herë të parë. Mirë, po pre ati momenti ajo më ka dashtë. Po, qështë e keni kalu me vjehrën, qështë e keni kalu me motrat e Gjevatit, mas miri nga të regon Meli Cena. Takimi i parë me Lezën ka qenë ardhja e saj në shtëpinë tonë, atëherë kur në ka njoftu vllau Gjevati që e ka një nuse, don më martu me Lezën, dhe përshtypja e parë ka qenë që ajo duke shumë e re, më shumë si fëmi se sa si gru, po mbi gjithashtu shumë simpatike. Shumë simpatike, pak e drojtur në fillim, me fjalë popullore shyhreti i shtëpisë. Sepse gjithmonë, kur kanë ardhur Lezja me Gjevatin në shtëpi,
ka pas hare, ka pas ahen, ka pas atmosferë të mirë. Qajat në shtëpinë tonë ka qitë gjithmonë nana. Thanja e vërtet që po na vjen më shumë lezet kur piqet nana qajat. Mendoj që ka qenë kjo vërtet, sepse ajo ka pas një ritual të tanë rreth qajit. Pra, të gjitha nuset kanë pi prej durve të nanës, edhe qikat gjithashtu. Është e vërtet që jo vetëm Gjevati krejt na qenat jem impulsive dhe reagojmë shpejt, po s'do me thanë që jem të këqij, sepse reagojmë edhe ajo zgjat 5 minuta. Ajo nuk e ka pas atë pengesë, sepse ajo ka qenë gjithmonë e buzëqeshur, gjithmonë ka pas durim, edhe ka mujt me absorbu ato oscilimet e Gjevatit. Një problem natur me herë, nuk ishim patent shofer. Erdhen në Mitrovica dhe gjithmonë kur kanë ardhur në Mitrovic, drekën e ka bo lezja. Edhe mund që në pijasë me bleni farë lakne për me bo salatën, unë e vjepa një lakën që kaqë. E me që në shpe jem 9 fëmijë edhe plus edhe mysafirë gjithmonë vinë, e Gjevati më tha, për kone ki blekit lakën? Për salatë. Për neve për salatë. Qito e ki blekit. Ajo ty dasht lezja me qetësu situatën. Po mirë për që e bëljem që të... Jo, kjo zvinë kur gjada ajo, po gjujt ajo lakën, shkoj, fluturaj. Moti nuk kam hasë në atmosferë të tillë të ngrohtë. Sa dina jo me bo atmosfera në shpi, edhe pse kanë pas gjithmonë banesën e vogël në fillim, po mendoj mandej ty rrit banesa, ty shku edhe ty u paku mysafir. Ka qenë jashtëzakonisht kuzhinjere mirë, ka ditë me bo gjellëna të mira, ndoshta edhe ty bo eksperimente, ty u mos u frigu prej eksperimenteve. Te lezja nuk ka pasur arë, dhe ke shku si të një mikeshe dashur që mund t'i trokasesh në derë kur dush. Asnjëherë unë ata nuk e kom pa nervoz që me thonë, o dreqe marë, u mërzita. Për mu është lezja gjithmonë e re, një gru plot energji, plot... Mendoj që lezja edhe ka me shku si e tillë, sepse nuk mund t'a paramendoj lezën ndryshe. Leze, ati koj ke qajat e vjerës? Ha? Ati koj ke qajat e vjerës? Shumë. Unë e mësu të ajo me pi qaj. Qajat që i bëj ke ajo kërkosim. Ka sa qaja i keni pi? O, kush kisha atje pisha. Njëherë ishim pushim vjetor, edhe i veç gjatë ku me nëzi po pres me shku në shpi, me shku me pi qaj në Lukës. Mitrovic. Po. Ajo ka qenë zdi qfar gruje, 9 fëmijë. Me i rritin nuk është këllaj, 9 kashore bukë, e lemot, copa e, tesha e, qysh i ka kësyr, halal i qoftë. Sot me nëzi 1-2 i rritin të kukat, ajo i kryke punt, ma ne që të keni lule. Këto, edhe qajat, që të keni erë më tha, që leze që të në qajt. A i thash, unë ko marrë me pi qajnë tonë, unë jo mëri hazër i kin tabak veç bërë, po, Mi shërbi po. Shumë, unë e kom dash shumë, unë ato e kom pas si shoqe, edhe ma kalon një amanet. Qëfar amanitit kalon vjehra? Amanetin ma kalon, se ajo konkret familja në parti, komunista. Tha që leze, ty po talo amanet, kur dëvdes, me mi bo adetet. E me më qitë në sanëk masanej. Se ka di që në sanëk e qojnë se komuniste. Po. Tha se fmit nuk ma bëjnë se jonë krejt parti. Thash, rre pa vezvese për që ato. Edhe ja bota adetet. Ja bom adetin, edhe unë u shlirova. Po se i keni që amanetin vend. Po. Leze, ju vini nga Prizreni. Edhe qysh e përmendi Meli që i keni përgati drekat e darkat, sa ka qenë e vështirë për ty mu përshtat me këto ushqimet
e Vushtrise, të Mitrovicës, kësaj anës tjetër? Une, kur kom marrë këtu i theshna Gjevatit, dëshna me largu, shka ku i prindve, dhe më stilë, noj. Theshna nuk di me zi, nuk di me fshi, nuk di me la, nuk di me qep, nuk di kur gjë. Ani thikon, s'po të marrë për ata, marrë pëse po të du, s'ka nevoj, kur gjë me bë. S'mujta kur qësh me largu, kur u martova, mane m'interesoj ke vetë, se dësha mi bo befasina ati. Mane ka herë dhe dyshka shpiksha për vedit, hajtë ta provoj që të hajtë ta. A të kujtohet kur ke bo dashni për herë të parë me Gjevatin? Sa vjeqare ke qenë? 19. 19. Qysh ja fali zemrën? Qysh ta mur zemrën Gjevatin? Ma mashtroj, qysh ma mur zemrën. Krejt tojnë në mashtroj. Jo, dy zemra të mashtrun. S'ka ti me të mashtru, kërkush as me mashtru. Po mashtrohen vetë zemrat aty. E kur jemi martu, ma nejnë bardh. Ma ndrysha? Po, kur jemi martu, e kemi pas një dhomë 2 metri. Darës ma jonë ka qenë me 7 vetë. Kanë qenë 2 gazetarë, 2 artista, një shokë joni që i bike harmonikës, edhe djali motrës se zoje shpis ku kom banu. E unë e Gjevatin s'pengje dhe vetën edhe Lajde Sopin, cila ka qenë edhe aktore, edhe kom pas kusherin edhe të Prizrenit. Allokja thëke nuk të lëshoj unë e ty me shku të burri pa pajton. Për para me pajton i këshin qu. Edhe Gjevati e ka porozit pajtonin, ka ardhën ka marrë. Mirë po, rrugës, a i harmonikashi, ja mora dorën, mi dha 5 dinar. Dhe që ato 5 dinar shku në mura një balon raki. Më ne ku shkua në shpi atje, ja pu tha dorën djallit motër zezë shpis, edhe aj 5 dinar. Lojja shkoj murë mish, i boni do qyfte, meze, e kishim një bashkë të banushi, ata kishin bashkë në shqitshin. Ajo shkoj lojja veresie murë, pat ligjona spica, gjishka s'mur atje, e boni një salat madhe, edhe na kemi hongër, e kemi piq atë, une... Dosëm për shefi. Le, une një fustan, një kujshikës që banuke ku kom banu une, ajo e madhe shnosh, ala me të femne, une e visha si kër ata fmit që vishin fustonat e nonave, për ljelek nej, ngushtoa nej, diqysh e bona, e visha. Printe ju, pse nuk e kam pranu martesën me Gjevatin? Qka ka ndodhë? Atë kujto takimi i parë me steje dhe Gjevatit edhe prindve tu? Kur jemi martu, ne kom shku në Prizren, kemi shku në turne, për para qështu, si kur nuk ka pa Gjevatin fotografi, ka qenë turne. Edhe, unë shkova në shpi me një kolege, Trokita, Dul nona. Ajo si m'ka pa mu e ka këthy kryt. Shka pëdan? Pi thot asaj shoqës time. Tha, lezja, karme. Qa lezja? Na s'kemi lezja, s'dim kush është lezja. Hajt, shkoni. Unë e veç e ka mullë kryt. Ku ka qenë problemi leze? Për shumicën që nuk e din, ju queni leze s'paqi qena. Po. Ku me fe, jeni krishtere. Po. Ndërsa, Gjevati nuk ka qenë as musliman, as katolik. Ku ka qëndru problemi që prindët tu nuk e kam pranu Gjevatin? Nona ime se ka pranu, kurse si ajo ka qenë fetare e madhe. Atë kujto takimi parë mes prindve dhe Gjevatit? Po, e kemi lonë Prizren me një ambëltore takimin. Baba me nonën edhe unë me Gjevatin. Kemi shku, edhe tash jam përshnet nona veç qështu e ka zgadurën asë. Veç qështu e ka majtë. Unë e si a jap qikën Turkit. A i tha, mos më ofendo, tha, se unë ma shumë i urrej Turqit se ti. Nej, se fejnë e Turkit e ki. Tha, jo, në s'kom fejq. Edhe ma keq, tha, ma mirë fejnë e Turkit se pa fej. E hongër Gjevati, edhe.
Qashtu nana ime nuk foli me mu, baba vike tinës nanës, mas një viti me nëzi u pajtun. Deri sa e ka shty njerës me na vra, nana. Kush ka pas me të vra? Kusherit e nanës. Mirë po, ata kanë shku mas pojtë e baba, i kanë thonë, na i vrasim ata, ti veç me na dhonë lejen. Thotë, kanë dëni me vraju? Lezën e gjatim, pse? Po na kanë marrë tyrën. Ja, tha, ndaqit mi vrata, mas pari vrajem një mu. Jo, na, për ty se. E ma nej, qata, ma shumë me kanë ndash gjevatin se mu. Qata të njajtit. Që kam pas me ju vra? Po, edhe shkojshim shpesh. Lize, në jetën e përditshme, në jetën reale jeni martu veç një here. E në teatr, në rolet ndryshme, sa herë jeni martu? Ku me mëjtë menë sa herë jo martu. Cili u kom burri që tu ka përshtat mas shumë te në role, në teatr? Mas gjevatit ta? Ademi Ademi Kollovci, farë, komedina, gjithmonë. E ndjekim na insertin me Agjën Adem edhe rikthejmë prapë diskutojmë. Lezën për herë të parë që e kom pa, ka qenë një vjesht e ftoft, 1968, kur ka ardhur teatri krahinor atëhere në Mitrovic dhe ka luajtur faqen ditari Anës Frank. Lezë luante Anën Frank dhe m'la aq shumë përshtypje. Kom qaq si fëmija të e pa faqen, sa që mund të them, ka qenë hera e parë kur komendue vërtet, kur ta kryj gjimnazit i kushtojmë teatrit. Ma sa kur komon Prishtinë, apo stafat me pa edhe njerë Anën Frank. Bashkë për shkak Lezës. Dhe në shfaqen shpirtrat, Lezë luante një vajzë të verbë. Prapë mbani me qajtë. Dhe me pas thonë dikush atë që do të luj, ka gjatë me Lezën, isha rej me tonë, si kisha besu ku se se. Ishte shfaqja po shkoj për gjatë. Lezja luante tezën time. Aty për herë të parë, kom punu me Lezë. Kur ardhë delegacioni i Tiranës për herë të parë, në Prishtinë, me pa shfaqjet e na, unë joftu me neve, na jo dhamë, ju shfaqëm dashuria, edhe i të meru. I të meru se për mbajtja shfaqjet është këtësisoj. Burë e gru, dashuronën e njeri. Gjevati e Leza ishin të dashurum në mu. Lezja si femën, gjevati si peder. Këtë shfaqë ka shikue me kohë poshtë, ju vind të turmë, ta shikoj neve. Bile ma ndesë rojshin gjevatin, si mare ti burë, mund të shpëllujt një rol të tjerë. I kisha një skenë, kur dojtë të përqafe me unë e Lezja. Unë s'pusha me përqafe me Lezja. Regjisori për të t'ke përqafe, a je mashko. Lezja të ke po ka dalë për liro, hajde për... Gjevatin të ke qa për barë. Unë e s'mujsha, kisha trem për i salë. Disoj të regjisori, hiq pa gjevatin për këtujt, dhe kjo që a i bëj Lezës. Ja kom pas lakmi, mënyra se ka përgatit të rolin. Ja kom pas lakmi gjithmonë se ka plasu tekstin, dikcioni i saj, relefi i fjalëve në fjali, gjërosja tekstit me emocionet e nevojshme. Lezë është e pamëritur. Kur ka filluar kështu? Që jemi në banestre, konja 7 muaj. Nëse mund të avej vetës si shikus, ma tepër ka përqyjt dramë. Dhe zënë dramë, sepse Lezja ka emocion. Lezja vërtet të prejkë, shpirt të prejkë, ka është teksti serios. Ka rastisa si soj që shumë herë kom qenë buri Lezës, në përqfaqe, seriale, drama televizive, shumë herë kom qenë. Bile Gjevati, u ma hitë këthë ke gruja jo të teatrit. Mu fort ka flajt Lezja si partner, si njërë. Jo, Gjevati nuk ka qenë gjelos, po ka qenë kritik. Shpeshë në ka kritikue. Në ka kritiku të ima mu të Gjepovi disa kritika në ka dhonë. Në ka dhonë kritika në dashurin që e përmenda. Në ka dhonë shpeshë kritika
s'jeni mjaft tafërt, s'jeni intim. Gjevati dhe Lezja kanë qenë qift i vërtet i njoftën në Kosovë në përgjithësi. Ka qenë të pa ndashur, të dy të kanë këndu bukur, të dy të kanë vallëzue, të dy të kanë qenë të arreshur. Lezja për herë ka marrë flamurin për qatë onën arktuse. E ka di Gjevati shpesh edhe të eksplodoj e të përtas. Po Lezja me fort mençuri ka ditë aq bukur me zbut edhe me ull, me kthya aty ku duhet, sa është maramendse. Gruaja e mirë është ajo që është shtëpiake në shtëpi e zonën në qytet. Hizmetçare në shtëpi në kuzhinë e zonën në qytet. Lezja din fort me përgatitur gjëra të ndryshme. A Gjevati bashkë ka pas fat se ka qenë vërtet gurman. Ka lujë specialitete. Pasuri Lezës është i famshëm, po gjithmonë e ka zi pasuri sot për me hangër nesër. Kjo ka qenë specialitet i Gjevatit. E ka përjetu dhe ka shiju Gjevati se ka full shpesh. Që që bon Lezja këtë gjellë, që që bon Lezja këto mantia, këtë jahni, këto sete të tilla, fliste për to Gjevati. Teatri për çudi e bua një tekst timin që në shkrojta apostafat për Lezën dhe për mua dashërore i nonës sime. Dhe desha që Lezja dhone edhe një herë si dikur të dali para publiku. Lezja dhone në përgjithësi seriale ku po takuemi e po kem partner, aktorë të reja, s'po bojmë zor, po veshtim, po shikohemi, po edhe fort u po pajtohemi me ta. Ka një herë Lezë po mendoj kem bet vetëm të dhe orë. Unë e pak pa i moshur, po adhori jo me juje. A thu, cilin nga ne të dy do të shonë perden e gjeneratës vjetër. Si do të mbyll derën për e thot komedia e filmit. Ju të dy jeni artist të mëdhenj, edhe keni ende çka me jap popullit, ende shumë role me lujt. Cili është roli më i dashur që e kujton me shumë nostalgji me Haxhin Adem? Unë Ademin e du shumë, që është punëtor shumë i madh, edhe shumë serioz, te ai s'ka me lujt. Ai thot, Nora që kaq fillon, që kaq maron edhe amin. Po veshti që ta aminin pak ja kishe prish? Njerë ja kom prish, kom që me hongër, në Mamutovit e Rexhepovit, një mëngjes tash e di, gjithve, kom gatu në shtëpi vetë, bukën, dhe i se hongërëm, tha, Lezë tjera herë s'ka, mos gabo. Qashtu, te ai, është shumë seriozë në punë, e mu më pëlqen ajo, më konvenon. Në cilin rol e mban mend? E mas shumë të e kom dasht rolin grune Ademit në Sadri Lapionin. Unë e më knaq atë. Unë e knaq nga kur të punon Ademi keshi shlirona kështu me ka krejt. Se i ka do gjona shumë, si Mamutovit e Rexhepovit. Gjithë mund të caru. Thësh në Adem, mas shumë të më pëlqen që gjithë të caru, po dojnë mu vra, kur s'ka pas vrasje të kë. Ajo shumë pozitive në seriale, se gjithë konë veç nëzirë altin vraje, këto vraje ato. Pse është Ana Frank një prej roleve ma të mira dhe ma dashuna për juve? Pse Ana Frank ka pas shumë tiparet njëjta me mu, të ngjashme. Ajo ka dasht baletin, unë e kom dasht baletin. Ajo ka dasht babën ma shumë, unë e kom dasht babën ma shumë. Ka qenë shumë e gjallë edhe unë kam qenë shumë e gjallë. Kështu që s'kom pas nevojën me lujt fare Anën Frank, po ajo ka qenë Lezja ka qenë Ana Frank. Po me Gjevatin, cili ka qenë roli që asë njëherë nuk e harroni? Kryte Hudrës. Pse? E ke pas ti Kryte Hudrës a Gjevati? Te dy të lushim shëgërtat. Shumë zor jam përmbajt kur lujke aj, se ishim partnera, mu keshke shumë. Aj ka qenë i atashëm. Po ju ka ndodhe dhe najherë mu përlo. Pse i një përlo mas shumë ti me Gjevatin? Njeri sa herë përlot. Qërë një herë po ju të regoj. Unë e kësha pregadit mishin,
O, kom shku në prova. Tash kur kemi arë prej prove, ajo unë gjëmur me ledzu, në mora patatet. Me qiru, me i fërgu dhe me hangër. E unë të qiru patatet, a i ka i shumë tue, e te për nervaz, s'ka qenë. Ej, tha ti gjysën e patatas pe gjujke. Ku thash kush po më thot, ti pi gjun pare të rrugës, kur merë ke honorare i gjujke, i jep ke thmive. Nejse, unë e vazhdovaj, qita mu fërgu. Ato thas, ndalin mu mi qitë në vesh. Thash, ne, që ja bëju ne. Po unë e di sa shkon, gruja e din sa shkon. Po a i kish qef me pa shumë. Me i tepru, mës me met undë. Nejse i fërgova ato, i qita, tash i qita edhe këto. Tash a dhe pojmë dhe sa të fërgohen këto, e disha që s'kan mu hongër. Nejse hongër, metën edhe këto. Tash unë për i nati grus. I mura ato. Tash qyre shpirt, patatet, voj, rryma, mundi, krejtën bërlag. Ati erdhi natë. S'pa që ka me bojë, mu një ta ketuke në tavolin, e ti ra kredenci. Ta ka krejt. Servisat i the, ama krejt u thynë. Une u shlirova dhe une, se merdi natë për qatë patate. E thash që tash kemi kursy. Të tranu a e lidhi krytë mirë që edhe ra. E keni ju edhe një rast me që bapa, ati ja ka kujtë shumë që bapat? Shumë raste kemi asi. Ja ka kujtë shumë që bapat qyftet, kër e një ke erën dhe ke muqmend. Edhe une kisha ma vonë me shkum prova, i shkoj ma herët, kur ka dal e ka një erën, ka ble edhe për veti edhe për mua, une si ko mongër kur ato. Edhe ma pruni një pitalk me qyfte. Tha që shpirt ta kom pru? Thash, ani me shpirt veç, ti e din që unë e si ja, unë kështu ty qesh. A, unë e magari, tapi gjujti të. I më shoj derës me krya, dera gjamit e kushinës të thy të bo. Ape, shkoj. Nejse, pastrova. Një shoqë më thëjke, leze, mu dati me gjevatin ti kje fajtore. Se mërja ati gjithësh na une fajtore, shka për dukna, qashtu. Edhe njerë qiloj ajo, te na ish vjesh dhe ishi me vnu qyngat, me vnu koftorin. Aj gjevati kishe me të paren, që shasi mund req. E kërkush me të paren, së mundet mu, ati gjatë qiloj aty. Aj po vjen gjevati, a për shë që s'po bën, ha? Ani deli, qysh me lon? Ani nërëq, qysh me nërëq? Ajo, unë u kesh në tash, S'bëj ke vriju me ke zoa? gjevati u kesh në asaj. Ajo, kure nërëqi, hati gjitha kështë pas qef një burë që shtu sënë, ja, gjevati, dere që tash da të kom dalë zotë ty, që tash da, u vërtetova se Liz jam thëj. Mirë po ati ka leke me herë. Mirë po gjitha tjerat i ka pas të mira, përveç asaj nervozë. Nervozës, ka qenë pak impulsiv, po keni dit ju me bum për veti, apet keni dit me ofru? Jo, unë kom dit murujt në aso momente. Edhe murujt, pa tjetër. Njeri me anis ashtu kërkush kurs jeton bashk. Po. Veç duhet me dit. Ju keni lujt edhe shumë role bashk. E keni lujt vajzën e gjevatit, dashnorën e gjevatit, nanën e gjevatit. Cili prej roleve të ka pëlqy mas shumë? Mas shumë, dhe kërë ja kom lujt nanën. Unë ja kom lujt nanën. Kërë kom lujt nanën, ka qenë mjallë të hidhur. I Jusuf Kelmendit. Edhe me lahati, me lahata jeti, lajde sopi, gjevati, ishin fëmijët e mi. Malogami ishte burri. Unë e lujshna pak qalojshna. E knatësia ime ma madhe ka qenë ajo kërë kom litë nanën e tyne. S'kom bo kur farë. Atë ngojke gjevati? Ha? Atë ngojke? Ja, të ki nëna jeme. Pritoshi të kom nënë. Një me ma vë nuk bëm si nënë birë. Gruja gjithmonë bët nënë në fund. I bët burrit nënë. Mas pa i motër, mas a i nënë. Po nëna duhet shumë. Ma shumë se gruja.
Një prej roleve që, sidomos këto gjeneratat e reja të mojnë mas shumë t'in men, është edhe roli i gjyshës në familjen moderne. Në mas pari ndjekim insertin me Armundin, edhe pastaj kthehemi në studio. Me Armundin, a? Lezja është një aktore që unë e kom pasi të mi me familje, të lutë në programe televizive që i bënin. Dhe më thonë është një aktore që ti e ki pa dhe më kur se kom ditë që kom po aktor, me fillu me aktru me dikën që ti e ki pa në televizion që po ki menu që kur as ki më marrë me këtë profesion, as ki me lujt. Po që ka ra puna më ndaj me lujt dhe ma vonë me u kryu relacioni gati si antari familje, se të gjyrua gjatë në familje moderne, Lezja nuk është më vetëm gjyshja jeme, edhe publikës që e ka pa. Po sidomos ansamblit tonë ajo ka qenë si gjyshja jonë, edhe hala është gjyshja jonë. Ajo si gjyshe, sa që këshim mramje në prova në të lodhen gjatë ditës, kur veke gjyshja me kretë që kesh gatu, me pije, me këto, na, shkëshim prova, shkëshim si në shpe. Po Lezja është aktore që përshtatët kuda që e qenë. O shpirti e. Luqë. Që sa s'kina pi kafe të redë bashkë. Po zemrë, njërë me homë. Skender, që të 10 euro që mi kishe pa njëpë? është aqë shumë, bile është sinonim që duhet me qenë për të rritë për gjeneratët e reja, një aktore shumë profesionale, e cila, pavarësisht moshës, ajo vjen gjithmonë me tekst të mësum, gjatë që nga ka njerë dhe di me u lezru aktor të ri, po për sjellje profesionale, na faktikisht edhe kur jemi ardhën këtë zanat, kemi prej gjeneratës Lezës kemi fillu me mësu të shumë e dëshirueshme për aktorin me pas karrierën si të Lezës, për secilin aktor. Edhe ka që kam thënë kur je afër saj, se Lezja njihet për natyrën aq të madhe njerëzore, e cila pavarësisht madhështisë që ka si aktore, që ku kam rri me qenë hala aktiv, me majt tekstin ma marrë dhe përgatitne. Se aktorët me një moshë saktum din me qenë edhe ma rebela, një pas rebet e tëne, që është e moshës. Ajo nuk bëhet nervoz asë në rrugë mi për mu dikush, me 20 adhurus, me 30 adhurus. Lezja është që ajo sinonimi i pozitivitetit, që duhet me u kalu gjanat me pozitivitet. Sidomos, ky profesion në Kosovë, që është tepër i vështirë. Komunitet edhe qytetarë që i kanë pa, ata kanë qenë si një tansi, si dy gjysa. Se kur ishe Lezën pa Gjevatin është si gjys, kur ishe bashkë me Gjevatin ju konë si tansi. Kam i mungu Gjevati, i mungon, se edhe e fol ato që i mungon. Po kur kanë qenë bashkë për një ma kanë qenë një tansi e një qifti aq pozitiv, sa që kanë i natë, ne kur mbledhëshim me aktor të ri, ata ishin të parë që na afrojshin aktor të ri. Se janë edhe divergjencat janë, sikur që është jashtë. Është pak ma vështirë me shku si aktori i ri te aktori i vjetër des. Vona Gjevati kanë njëherë na thirrë edhe neve aktorëve të ri. Hajde të shkojmë në shtëpinë na, ta vazhdojmë një kafe të mëngjesit. Po unë e paramendosha relacionet tona që janë, që është një tona që më shku dikuj në 5 edhe mu më marrë dhe në 5 mëngjes, s'kisha prandu. Po kur shkojshim befasia u konë Lezja gjithmonë kur s'kam mujt me pa që çka erdhen ka njerëz, po me njerëz thuti jemi shku në 11 ditës. Hajde urnoni kafen, zemër çka bone. Lezja është një aktore gjithmonë ka met bashkohore. Çka e lyp koha mundet me e bo. Nuk është Lezja që mundesh me kanalizu me thonë kjo është aktore vetëm e kësaj kategorie. Ajo është një aktore universal. Unë vetën e do si thëmë inshallah dhe unë kom e met aktiv dhe i në atë moshë. Po është relacioni bashkë si me patikon familjes ose një gjyshe që të qëre, 3 javë, si lajmëru s'ki folë. Zakonisht atër fëmijët nëna gjithmonë djeleve i kanë shtimi pastru. Po. Edhe familja moderne e nësë kenora 8 mbrëmje. Edhe di që edhe unë edhe krejt fëmijët e lagjes, pa u kry seriali, asë një nuk e shumë pastru. Më kanë gjo 2 herë. Veqerën e pakru më kanë gjo. Kom shku në gjirim. Familje moderne. Jo më vesh me paltish dimën. Edhe kur po desh nasi kom pantolla. Ki arru mi besha? Kom arru me i vesh. Kur më kanë po... Po i kish në ato, e lonë ka ditë si dzivre. Po, dimën, ato i për nëzit, dhe të përqate, harë i lishan ka rikë pantollat, kur bëj me dalë mi vesh. Krikame.
Këta u këputën të kësha, ani dhe thash, ja keni la gjyshës pantullat, ka me të gjyshja që ashtu. Lise, që keni kalu në familjen moderne? Plot 9 vite keni qenë pjesë e serialit. E di që roli gjyshës u ko një prej roleve që e ke dasht mas shumëti. Po, e kom dasht mas shumëti se una kur s'këm pas as gjyshe, as ka nona, as ka baba. E shtu tash e lushna gjyshen e përjetojsha si kur ta kësha pasune, gjyshen si fmi. E me të vërtet i kom dasht shumë dhe gjithë, qashtu dhe kom një vedin si gjyshe. A shiheni shpesh me aktorët e familjes moderne? Për njerë e kemi paslon mu pa, bile njerë muj mu taku me shku me pi diqka. Po ja, se cili punën e vetë. Me 24 mars të viti 2013, vdiq Gjevat Qena, shoku ju të jetës. Si e keni përjetu ndarjen prej Gjevatit? Unë gjithmonë me dek jam pajtu. Si kom dhonë vedit shumë siklet, po kur s'm ka shku menja që ka vdek. 2 nete kom majtë në shpi. A i ka vdek me 23, e me 24 ishte festa e NATO-s, që i ka ra Sërbis. E tash me voros a dit, nuk ish me pas qaq publik e di, edhe e la me 25 me voros. Shtu që e kom majtë 2 nete në shpi, edhe kom shku në gjirim, bile a i ka qenat, në gjirim të familjes. Po unë gjithë më duket që këto e kom në shpi karshi për mi televizor, këtë fotografi. Edhe e një, shpesh e një zonën të më thirë, me pa e kom pa 2-3 herë, ka dalë. E kom pa të kështu, më ka folë, që bjerë, më ka zonë gjumit të këqyr televizion, që atër kur ka vdek, sa ish halat taze, që bërë shpirt bjerë, po më hupi, na kemi najtë shumë. E atë që thash, drejtori më ka thonë, mos me shku në për kafe. Mas një kohë më thiri prapë. A i ka pa që me Gjevatin janë punë serioze, edhe Gjevati ka qenë maj disiplinumi në teatr, edhe më thiri prap drejtori, tha, tash me Gjevatin unë është me shku ku dush. Atëherë me Gjevatin, prej kafës në kafe. Kërë më shelshin kafet në Prishtin, hajde, shkojshin fush Kosovë, atje gjithë natën qilë stacioni. Më në gjez vishim në prova drejt. Na qitë keni qibrit për para. Shkojshim kafe krejt shoferat kamionave, veç unë e themën aty. Edhe e rreth mi. Ma qitë ke qibritin, unë e luj. Në kru losha, e lisha qibritin. Të shkreja qëtë, shka e habit. Piskoj ke. Unë ta shu habitësha, shka bona mërë. Ta shu habitësha. Apet e me. Thësh na që bre që më shpe, me ardhë një kush i prizreni, thëtë, kjo ka kalë shumë me kamion gji. Me muje. Ama unë e di që jo me ty, po ata se din. Edhe atje ku shkojnë kallëzojnë. Ju keni shumë bashkëpunime edhe me aktor 3, me brezin e ri të aktorve. Është njëri prej aktorve që na ka folë me bashkëpunimet edhe me projektet që i ka pas me ty. E ndjekim insertit. Hajtë qire kush. Me Lezën, mas pari që më taku, që më kujtohet që edhe jemi taku, edhe kemi fillu me punu, ka qenë viti 2000, ka qenë seriali që bo Mahmutović edhe Rexhepović. E aty më kujtohet mas pari që kom pas kontakt ma shumë me Lezën dhe me Gjevatin. Edhe me të thonë drejten, kur përmenet Lezja, gjithmonë e kam edhe të ndjerim basën të Gjevat. Ata kanë qenë shumë qift i mirë dhe qift interesant. Është lezet kur është dikush njeri lehtë edhe me najt me ta edhe me punu me ta. Unë menoj që shtu. Ta letësën nejen, që është me thonë, me ta unë kur
kur farë ngarkesë dhe pse dallimin në moshë që kemi pas mua ajo, më kalon për shtypje, qysh din me ta afru, qysh je që thojmë na pa të klef me ta. Si gjyshe ki pa serialin nëse me siguri të kujtohet, qysh është e lezetshme në serial. Gjyshe moderne. Moderne, po. Qashtu edhe njetë nuk dallon lezja prej qysh është aty që e thirrsha unë zemre, që i ka pas fjallë, me njerë i ka ke fjallë, ato fjallë që ngon in atëhere. Keshme e ka shumë të lezetshme, keshme zemre lezja, mos ka pas kush me nalë. Për moshën që e ka lezja, qysh përshtatet shpejt, po thëmë, është person i lehtë. Ajo më kalon për shtypje që gjenerata e re duhet me mësu për saj, me ku mësu që duhesh më konë gjithmonë ka qenë e disponum. Normal që njerëz jemi, po lezën kur të paramendojmë është lezja disponume, lezja që s'ka pritu me neve me lexu, me bo prova, me e papritueshme, e ngushme, e përshtatshme. Leze energjin, pozitivitetin që e kiti të rrallë kush e kumë po. Receptin duhesh me na jep neve që Lezet, cili është recepti? Recepti? Po. Recepti janë populli. Recept kur dal, vinu më përqafin fmit, burrat, gratë, një djalin Gjakov, 13 vjeqar. Erdë, u afru, njëme unë shumë du ty, ma kapi faqë. Qash mu duk interesant, njën me a kapu në atij, ma kapi mu faqën, më bëni fmi. Qaj është recept. Burra që shtu ka janë në rrugë, dënë me dalë në fotografi, ma afronë. A bërë me dalë në fotografi se gruja janë me dënë shumë. Se ati s'po më dëna. Jo pa ta kështë më së më fëndukës për grunë. Qështu që të gjana. Qysh është bashkëpunimi me këta aktorë të rinj? Ju jeni tash edhe pjesë e disa serialeve, njënit që aktualisht është u lujt. Sa janë edukative këto seriale? Po ka edukative edhe ka. Po njeriu duhet me ditë. Dhe gjitha serialet unë kër i këqyri, njeriu kur si merr ato pozitive, po gjithmonë ato negative. S'di pse, ata duhet mu mësu përmjet serialit. I shofin intrigat. Edhe ty dikush nështë atë bën familje që shtu në intrig, dikush hinën mes jush, ti e merë për një me. Jo, bre vëlla, mëse merë në këqyri serialet, tysh i fusin ato intriga, pa qenë e vërtet. I kom pason Gjevatit, ne të flasin shka dojnë, veç ku të shohun e ty, që shto, thëmë ditën e mirë. Ju keni edhe shumë shoqëri. Një shoqe dhe një mike ju janë ka rrëfy neve për shoqërinë që e ka me ju. E ndjekim insertin me Shpresa Gashin. Lezja, apo lezeti si e quj une shpeshar jom gjeloze në te. Jom gjeloze për energjin që ka ajo. Lezja rezaton me energji pozitive. Unë nuk e kom dëgjua të ndonjëherë të qaj ndonjë halë. E gjithmonë është lumëtore, gjushme, qeshur. Gjithashtu i bën për rreth edhe shoqërinë, edhe për qesh, edhe natyrisht spektaktorit. Gjelozoj energjinë në saj, që nga ka rastis shumë herë me qenë në për so mramje shoqërore, gazmore. Po në fillim shikoja atë si aktore, që ishte tandem i mirë me Gjevatin, me ish burin e saj, dhe i shikoja me shumë dashuri, dhe që ishin shumë qift simpatik. Unë Lecën e kom njoftë edhe kur ishte me bashkëshortin e saj, Gjevatin. Dhe ishin të dytë shumë të këndshëm, tash nuk e ka njeri unë e saj afër. Kem rasti shumë ma shpesh të jemi së bashku. Për pos që gjithë një e qeshën, ajo i bën edhe për rreth tjerë të qeshin, vazhdimisht.
tu tregu për momentet e saj, të rinis, të dashurisë saj me Gjevatin. Vazhdimisht tregon ato dashuri që ka të reja. Po të isha me tregu qysh ka qenë shtiklo kaq edhe so ull 5 orë. Përpos që është shumë ambise e mirë, shumë kuzhinjere e mirë. Unë kam provu të ajo gjënat që për herë të parë. Lezet faleminderit që ekziston edhe faleminderit për gjithat energji pozitive që na shpërndan gjithë neve. Lezja është shpresa ime, që ajo më mbush plot shpresë dhe vullnet për burinë e jetës në moshën e thyme. Me shpresë. Ju keni shumë kujtimet përbashkëta me shpresën. Ajo tha që edhe pse ka emrin shpresë, ju jeni shpresa e saj. Unë e adhuroj. Kjo është një femën. Zdi qësh me thonë, e ka një sharm që se ka asë një këngëtare. Tash, këto të rejat ndryshe janë, po në kohën kur ajo këndonte, që shu veshte ajo. Në qëfar mënyre këndonte e veçantë. Ju shpesher dili me shoqëri, shpesher edhe darkoni. Koni keni taku një dark të Agim Qeko? Agim Qeku në ka pastir në drek, familjen moderne, në qoshkaj fshati ti qish. Edhe shkumna, aje kishte shtru sofrën, edhe tryezën, kush dojke në sofër, kush në tryezë. Po na gjithë ullëm në sofër. Edhe kish një aqë, Agimi që i kish vdek gruja, ishte me dvejan. Edhe unë e nguca thash, se s'po martohesh thash, hala ku kri fort. Tha, po ma tha, po unë nuk i du, tha, ato që shkojnë baj. Thash, unë e kom qefë në bjeshk më shku. Qas i dune? Edhe që ka ndodhë? Ja, edhe ato janë nisën këta mu mahit, këta të familjes. Ndjekim marketing, pastaj rikthehemi sërish në studio dhe diskutojmë për gjërat e tjera dhe rubrikat e tjera. Jemi rikthyer sërish në studio, ku jemi së bashku me Lezë Qenën. Pjesë e emisionit Lemza është edhe rubrika Guxim apo e vërtet, ku në këtë rubrikë ju përzgjedhni nëse doni mu përgjigj në njërën prej pyetjeve që i ka caktu stafi e emisionit Lemza, apo nëse nuk doni të përgjigjeni, atëherë duhet të bëni një veprim në skenë. Pyetja është kështu: cilin rol jetësor e keni refuzu? Rol që vjen vetëm një herë në jetë, edhe pse? A doni mu përgjigjën këtë pyetje, apo doni me vepru diçka tjetër? Po. Cilin përzgjedhni? Ka qenë roli plakës Nicë në generalin e ushtrisë vdekur. Regjisori kër e ka këqyr dashurin, që foli edhe Ademi, i kom pëlqy edhe ma ka caktu qatë rol mu. Une, me të vërteta, i ka qenë rol jetësor, veç aktorët që në shumë dzojat mujnë me lujt, edhe une e kom këthy. Pse keni refuzu? Kër e kom refuzu, e po më thotë, pse Leze? Thash, une luj komedi, luj fmi, publiku gjithmonë më ka pa në qasë role. Dramën e du shumë, me shumë dëshire kisha lujt, po kam frikë që një moment me bo me qesh dikush në publik, une maroj. Pjesë e emisionit Lemza është edhe rubrika Puzzle, ku do të shfaqet një foto të cilën ju duhet ta zbuloni përmes atyre 5 thënieve që gjenden atë shishe, ju do t'i merrni, do t'i lexoni edhe do t'na tregoni se cili prej inserteve, cili personazh i inserteve i ka shkruajt. Mundeni me fillu me thonjit Leze, i lexoni. Nëse ja qëlloni, atëherë do të hapet
një puzzle. Mundeni me marrë gjitha. Lezja është qere. Mbi tort. Lezja është qershia mbi tort. Qershia. S'po shoh mirë unë. Kush e ka thënë këtë thënie? Kush mendon? Ku qershia ti du shumë. Kush e ka thënë këtë thënie? Kush mendon? Melati? Jo, gabim. Vazhdoj me thënien e dytë. Kush ka qajt? Kush ka qajt masi e ka qep fustanin? Atë kujtohet? Melia. Meli, e sakt, hapet një kock. Meli. Vazhdoj me thënien tjetër. Ajo ka qenë shumë interesant. Kesh mas shumë ti. Kur ke kesh njerë mas shumë ti që s'ke mujt me gjiru? Kush e ka thënë këtë thënie? Ademi. Jo. Vazhdoj me thënien tjetër. Leze. Kush përthen mas shumë ti. Kush e ka thënë këtë thënie? Përveç i të një qenë pozitive, Lezja din edhe me shpërthy ka një hera, po? Po. Kush e ka thënë këtë thënie? Vallaj. Veç Ademi. Jo. Ua. Vazhdojmë edhe me tjetrën. Ku është Lezja, ty është teatr. Këtë thënie, kush e ka thënë? Armondi. Jo. Lezja është qershia mbi tort, e ka thënë Shpresa Gashi. Ku është Lezja, aty është teatr, ka thënë Adem Mikulovci. Kur ke qesh mas shumë ti që s'ke mujt me gjiru, ka thënë Armondi. Leze kur shpërthen mas shumë ti, ka thënë Nëntori. Leze na I kemi edhe disa pyetje, ku nëse përgjigjesh sakt, atëherë kanë mu hap edhe kockat tjera të puzzle. Leze, në cilën shfaqje për herë të parë ke shoh? Po, e di. E konë hoteli, Hotel Kosta. Po, Hotel Kosta e sakt. E keni shojt Ademin, a? Po. Se t'kan nguc. Po. O konë shumë shfaqje e mira, jo. Kush t'ka thonë për a i mësën gratë keq? Më ka thonë njëri në rrugë. Ta pëse për na I mësën gratë keq. Thash pëse shka pi mësën. Po ti tha atje shka s'pithu burë. Thash thuju grave, unë të shpija s'gudzoj ciu me bo. E kështu pe shfridzoj rasin në vene ku muj. Është e sakt. Kur t'ka puth për herë të parë Gjevati? Teatr. Që aty kemi pas në shpin mas pare, se s'kemi pas ku. E sakt. Cila është opereta e parë që keni lujt në teatrin kombëtar? Drandofili I Istanbulit. Jo, është Dan Shejtani. Dan Shejtani. E pasakt. Në cilin dramë televizive nuk e keni pas Adem Mikulovcin burr? Kujtonë, më është shumë kom. Ka qenë drama Skerco, ku ju e keni lujt sekretareshën e aje ka lujt drejtorin. Atë kujtot kujtja keni shtru qarqaft e bardh, edhe nuk ka pas dëshirë kur ka arë me bujt e ti. Ka qenë Meli Qena. Tha mu do ke si po bin letër. Po, e di se edhe vlovet në hati, a I ka jetu të na bajagi. Unë kur I shtirkojsha, Ky Gjevati tha nuk po ka qef. Thash mirë, nuk ja shtirkoj ati. Për me zbulu foton, ju duheni me hap këtë zarf. Po kështu mos po ja qëlloni një herë në foto. Mos po ja qëlloni fotos. Apo të kujtohet kjo foto, Liza? Ue! Ndërkohë që hapen edhe kockat e tjera të puzzle, këtë foto e keni në formë puzzle. Këta? Është një foto ku keni qenë shumë tri. Edhe keni këndu bashka, po? Po. Po, me kënu, kemi kënu. Edhe nuk ju kujtohet? Kemi gabu. I theshna ma mirë të ishim bë këngëtar, këshim fitu pare. Po artista fëkara kemi mitë. Këtë foto i keni dhuruar prej emisionit Lemza. A po? Falënderit shumë. Lize, pjesë e emisionit Lemza ka qenë edhe kjo ark, në të cilën fshihet diçka.
Çka mendon, çka ta merr mendja, çka kemi mshef në anark? Në orë, në... Jo. Mundeni me marrë dhe me pas se çka kemi mshef në anark. Oj, që me qilje dhe ato. Hapeni leze. O, Zot. Ku e more të këta? Që sa ko e kom lyp. Ka hupa, po? Po. Kjo është kujtimi maj miri që ma ka bli gjëvatin spaj. Unë shumë e du gjëvahirin. Stolia ime ma e mira është kjo. Na ta kem gjetë, edhe tash e mbadës mundesh me mbajt. Me e herë peqes. E bajsh me shnet prap. Faleminderit. Lize, ky është edhe fundi i emisionit. Faleminderit shumë që ishe musafire në këtë emisionin Lemza. Po besoj që je ndaj kënaqur dhe ke kalu mirë. Po, mirë edhe une. Kom pushu që tu, kom bo muhabet. Para se me përmbyllu në emisionin, ju patë dëshirë me këndu edhe një këngë. Edhe po e përmbyllim emisionin bashkë. Hajde. Hajde. Moj Gjemile, moj sekretareshe, o ka gjë bukur, ty moj kush po deveshe. Amre djalo, ti në daq me dite, drejtori imo, gjithë ka po shetite. Moj Gjemile, qka i lakmon drejtorit, moj Gjemile, qka i lakmon drejtorit, ja lakmojo udhtimet rrëdh globit, o ja lakmojo udhtimet rrëdh globit. Andrat e mot-motit janë matë mirat. Kaq kishim sa i përket këtij emisioni. Deri në takimin ton të ardhshëm me një tjetër personazh, miru pafshim. Lize, faleminderit. Faleminderit.